Kur po numrojmë 10 ditët e para të muajit të shenjtë të Ramazanit në xhaminë e Rinis në Gostivar, ushtroi iftar në qiell të hapur për të gjithë banorët. Iftari u organizua në përkrahjen e donatorit Reshat Beshiri, imam i xhamisë së Rinis Bukurim Xhaferi. Organizimin e këtij iftari ka cilësuar si vepër madhështore dhe si një ambient afërsie dhe uniteti të gjithë banorëve, me lutje Allahut që donatorit të iftarit t'i jashtoj pasurinë. Sot jemi të buar e gjithë lagja e xhamisë së Rinis, xhamati i xhamisë së Rinis, bëjnë një iftar të përbashkët i cili është organizuar nga zotëri Reshat Beshiri. Atmosfera Ramazanit, bukuria Ramazanit është e këtill, solidariteti, shpërndajtja, mirësitë e muslimanëve nuk ka të ndaluar në këtë muaj. Zotëri Reshat Beshi shpreh dëshirën që t'ja jap një iftar të gjithë banorëve të kësaj lagje. Ne lutim Allahun xhallahu që bereqeti i tij, mirësitë e tij të jenë mbi familjen Beshiri, mbi gjithë ata të cilët e kanë përgatitur këto sofra të iftarit në mënyrë të bukur, mbi ata të cilët e kanë përgatitur këtë ushqim dhe mbi ata të cilët marrin pjesë në këtë iftar. Atmosfera dhe bukuria Ramazanit është e këtill që e kuptojmë me një farforme urinë dhe e kuptojmë derdin e fukaras, derdin e miskinit. Sot gjindemi në oborin e xhamisë me lutje, me dua, në një farforme dhe të uritur, duke e shijuar atmosferën e bukur të iftarit. Lusë Allahun xhaleshanuhu që në këtë moment ku nuk kthehen lutjet pas, ku thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që besimtarët të cilët luten në momentet e iftarit, Allahu Teala nuk ka asnjë pengesë mes lutjes së besimtarëve dhe Allahu xhaleshanuhu. Inshallah, lutja e jon qese ajo për mëshirën e Zotit ta përfitojmë, kënaqësinë e Zotit ta përfitojmë dhe donatorët të cilët u bën sebet në shtrimin e këtij ushqimi, në shtrimin e këtij iftari, Allahu Teala t'i shpërblej në këtë botë dhe në botën tjetër. Ju falenderit. Xhamia e Rinis me anëtarët e saj njihen për shtrimin e iftareve të përbashkëta. Iftaret e tilla janë kryer në një eveniment tradicional në këtë xhami, me çrast të gjithë besimtarët bashkohen dhe solidarizohen me njëri tjetrin.